Kjo lidhje do të bëhet, lidhja me struga nuk do të anashkalohet dhe lidhja me qafthanën do të bëhet. Tash çfarë ka ndodhur këtu? Në momentin kur është projektuar dhe nuk është projektuar në kohën e qeverisjes son, ka patur neglizhencë ose mosmarrje të mendimit nga UNESCO. Ne e dim shumë mirë se sa të rëndësishëm e kemi statusin që gëzojmë në UNESCO dhe mundohemi ta mbrojmë me çdo kusht. Vëritjet e UNESCO zakonisht janë për objekte të cilat do të ndërtohen në të ardhmen, jo për ato ekzistuese, dhe projekti Korridori 8 është një ndër ato projekte që tek është në fazën e projektimit në atë pjesë. Në muajin shkurt në Paris, zyrtar të lartë qeveritar, siç është ministri i transportit, i ekologjisë, kryetari i Strugës, kryetari i Ohrit, ishin në takim për të shikuar se nga afër se cilat janë ato vërejtje, se çfarë mund të ndërmarrim dhe a mund ta shpëtojmë disi këtë projekt, dhe të gjithë bashkarisht me interes të përbashkët kanë tentuar që t'i bindin. Mirë po, ata kanë vërejtjet e tyre, kanë qëndrimet e tyre dhe janë të njëjta për të gjitha vendet të cilat duan t'i mbrojnë këto zona. Dhe po prisim raportin përfundimtar. Është me rëndësi të theksohet se nuk kemi një vendim, atë do ta marrim në qershor.